Si o vlla, si nuk e ka bërë ashtu? Po ne kemi... Po qa ka... Okej, mirë, nuk ka lujt gej, qa ka lujt? Ka balu... Na kemi në pas shoqëni pa komplekse. Komplekse si? Nuk e usjell ky si femër? Pse usjell ky si femër? Po si femër tani o të lutem, o lëndrim, të lutem. Jo, Hygjerta, unë për shembull ku nuk e rukë, kom bëhet gjeste që po... A kemi fol... Që kena lon hapësim... Po hapra tani? Krejt, apo dhe në është fakt. O tani, mos ja fusni kot. Thjesht, Hygjerta, unë se kisha pas dëzia pjesë, se nëse isha kon të më shef diçka në asfare si kisha bua të gjeste. Po unë nuk e mendoj këtë, ore. I don't give a fuck, I know who I am. Ore, nuk e mendoj këtë, a e kuptoni qa po ju them. Pedi, po thjesht... Unë mund ta kapja najer ato që më tha Olta dje dhe mund ta luja. Po. Nuk dua ta luaj sepse nuk është mendimi im. Dhe unë nuk du ta luj këtë loj. Po ajo nuk u kun luj, ajo kun një... Do reagime në ashtë qash pa komplekse, se unë s'kisha mujt me bo atë sen me labi, se ma kish bo, apo m'largohesh o vëlla, se qka puna jote, s'kisha mujt me bo, po e kem pa që se kem problem, apo din, hajgare. Po pra. Dhe unë këtë po them, që jom të shkuptu, që kalon apsi për këtë shkuptime, këtë sen e gjithë Chelsea, asaj që thash unë, është që përdora fjallën loj dhe jo gallat, ose hajgare. Tash i kalojna këtë pjesën loj. Prap se prap, nuk e një të arsyshme me t'i spjegu qka që shtek kom bo. Pra për qëta mu dosh kunder argument i dosh. Se unë e di qa kom bo, e di qa kom jep, edhe për qëta arsye në shtajfoni shumë sene. Po edhe unë e di, edhe te edhim për mu, kështu që, po prap se prap, nëse unë e thëm një fakt dhe i dikon, që ti djeg edhe ki qatë kunder reagim, nuk është i vërtet. Për shamu, kur ti thu që veç kërcimin, ose veç që t'luajnë ha hi si themen e kështu, prap mu nuk e më pengon, po ty të pengon se unë e të gëj një pengon sepse jo, s'është realitet. Nuk është fare realitet. Jo. Unë 8 orë gjumë në ditë do t'i bëj o vlla, si t'jem jashtë, si t'jem Big Brother. Kjo do të thotë që t'flesh 4 orë, po fle më shumë. Fle më shumë. Nuk bëj kur gjo për çmimin, nuk bëj kur gjo për lojën, se shes tyren se bëj këta ata, po t'jajtën po je ti ajo që ankohesh, që je pasive ku ti e din kitë sen. Sepse ti vetë nuk kanon me bo diçka ma shumë. Pse janë pasive? Pse janë pasive? Gjykimeve dhe kjo është një parë... Se të flesh gjumje pasive? Të marrësh orët që e dura të gjumit që nga pasivitet? Bigo është 24/7. Momentin që ti vendos me flajt 8, 10, 12 orë... Unë i kam thonë këtina. Po e pra... O Klodi, po prap një shumë gabim, është qërë veç pak. Na gjumë normal që të të me bo. Po është Bigo në transmitim live 24/7. Nëse ti vendos mi bo 8-10 orë gjumë, ti prap je pasive. Se do me thonë ti po vendos me flejt, ore, kam domosdoshmëri që të funksionoj. Po prap se prap kjo është... Unë nuk jam njeri mëngjesi. Nuk jam njeri mëngjesi, më vla. Unë mëngjes nuk funksionoj. Unë jam më mirë. Qohet me 11-12 dhe rritën 4 mëngjesi, se jam më aktive, si njeri funksionoj, se sa të rritën 6 mëngjesi. A kam qenë unë për shembull personi që kam flejt mas fakti, bashkë me Klodin në më tjerë. A të vendosi me flejt në gjumë. Çka bëhet me mu, unë automatikisht bona pasiv. Po më fal, a ke qenë ti që ke thënë këto kohët e fundit kam qenë në gjumë? A i ke thënë ti me gojën tënde që këto kohët e erdi dhe pyte nga publiku që këto kohët e fundit kam qenë në gjumë dhe kam qenë më pak aktiv? Ke qenë në gjumë? Ti e ke thënë këtë përgjigje. Ku e kam dhënë këtë përgjigje? Te darga nominuarve. Që Hygjerta është Jo, ti. Unë për Të vete... erdi, po. Po, Hygjerta, unë e pranoj o zemër se s'ka ku gjëtë keqe, unë e për shamo 2-3 javë të fundit o shkon fakt që më ka hup topi edhe e pranoj. Shumë mirë. Atere mos unë për një gjë që ti e pranon vetë për veten tënde, ti po thu je më pak aktive. O, Hygjerta, për nëse ti e ka asë një muje gjysë me 2 javë që ti ku ti e japë maksimumin për një muje gjysë. Ti bën logjikën gabim, unë nuk e bëj do të lëndrimin, o vlla. Ndu mu rikarikuj, zemër. Ky pret shumë prej teje. Ore, po nuk e bëj do t'u lëndrimin, nuk e bëj do t'u lëndrimin, nuk e bëj do t'Klodin, nuk e bëj do t'Lavin. Unë jam Hygjerta. Po atere, kjo imja, tipi im që nga pasive. Kurse kjo që bëj lëndrimin, kërcena, ju që ka aktive, jo më vla. Nuk Kjo është një realitet. Unë aktivitetin nuk... Që kjo jetë jena me një lojnë, lojë pasive, qa ka Po pse loja qa është? Qa loja qa është? Loja është e gjitha lojeve. Po, dhe ti kësë gjithë dhe bësh një lojnë me pasive. Po si është më pasive, më vla, unë flasë më shumë. Mos me konë shumë e involvume, mos me konë...
Po ti s'ke qenë në çdo cep të shtëpisë më Kam Londrim. qenë në gjithë cep të shtëpisë, ti po edhe në Prime del një farë përmbledhje e gjithë personave që kanë bërë debate gjërave që produksioni mendon që janë më të rëndësishme për të Ata që ka folur. qenë pothuajse në gjitha Prime-et, Figurta mund me të në gishta, ai ki kap 4-5 Prime ajo që një muaj e gjys. Ty në shtot ka kap kamera në debate, pelojmë këta dy, ti mas, po ajo nuk në gjetë që e dalë në Prime, më zemër, në Prime gjetë nëse ti del që je konë për shembull protagonistën e qasaj teme. Po më vjen shumë keq, nuk e di pse indirekt e pranon një realitet, por unë ku ta them troç, ti i kasaj. Kjo je ti, ti pranon që kjo je ti. I ik mendimit tem që mendoj që është shumë real se indirekt e pranon edhe ti. Po, jo se pranoj fare, kam qenë e pranishme dhe kam folur. Okej, që kjo je Po thuaj se çdo Prime. Po pse janë pasive ore? Po se Ore unë kështu e loja ime është me fjalë. Loja jote është më aktive me të kërcyer me lojra me gjëra. Unë nuk jam Londrimi, unë jam Hygerta. Kjo nuk do të thotë që unë jam pasive. Unë jam aktive në formën time, në mënyrën time. Ti po thu që do me bota. Unë ta spjegova. Bigo është 24/7. Momentin që ti vendos me flet 8-10 orë, edhe personat këtu për shembull me 3 orë gjumë, prap ti automatikisht bëhesh një prej banorëve më pasiv në shtëpi. Po me 3 orë gjumë, pastaj e gjithë ditën kap një divan. Nëse thu kështu, e kuptoj Çka po do të thonë ti, që kjo. O bro, kjo le bën çka. Ore ti mund të flesh 3 orë, po pastaj e gjithë kohën nëpër divane. O ti. Se të kot gjumi, se s'ke bërë S'ke gjumë. na lejt tonë kohën nëpër divane. Nuk thash që kemi ndenjur, po ndodh. Po, Dhe i kemi parë. I kemi parë shumë njerëz që flenin zë gjumi se s'kan fjetur natën. Për shembull, një prej ty në konë edhe Dolce. Që për shembull ka bërë gjumë tepër të mirë natën. Dolce fle para dhe çohet e para. Po veç pak. E ka sistemin më erët. Po, është shumë e para, po ka pas rast që edhe pse e ka bërë gjumin për shembull, pelojmë 8 orë prap ka flajt. A ç'është Dolce gjatë ditës? Po fle para. Po çka po kapësh te nasa është logjike nëse ti i ki 3 orë gjumë, më u kot 15 minuta se nuk je robot, nuk je me bateria. Edhe momentin që unë për 15 minuta do me krahasu që i kom bë 3 orë gjumë e ti ki flajt 8-10 orë. Janë gjatë gjithë kohës. Po, unë i dua njësh. Unë i dua njësh. Sepse ndonjëherë nuk ka lidhje sasia sa gjumë bën, sa ka rëndësi. Ti tani po na numërojnë orët e gjumit, Po edhe kjo, tash për shembull ti edhe flen, po edhe prap nuk bën diçka wow. E këtu duhet kapësh me wow. Është kjo kapën, sepse nuk është ka jetë me nuk është wow. Çamen, okay. Nuk se ka parë Hygertën. Po, çfarë situatë ka kriju diçka wow që me zgjat për shembull s'di sa projme, se ka banor këtu që për shembull me një situatë që e kanë bë në çit javë, ju ka zgjat. Si jam tipi që të futem kot pa lidhje. Po çfarë më han kurse debati im nuk futem, pse do futem? Çdo po du me dal. Edhe po mundona me ti marr gjithë faktorët edhe prap po e kundërshton një realitet që indirekt e pranon edhe ti. Unë mendoj që Hygerta si ka dalë jashtë pjesa që t'ju kishte juve u ushtar, se realisht mund të bëni ushtar të Hygertës. Njeriu më aktive më, për mendimin tim, deri tani është labi. Faleminderit. Ku i kom cigaret? Plot ku i kom cigaret? Unë s'dua asnjë komentar. Keni datë pa parashikueshëm. Javë të funit edhe ky shumë. Hey, ku i kam cigaret? No, jo, s'ka ndal fare pa parashikueshëm. Cigaret. Ti Hygerta hyre pak datë komfort zonin që të shihni tezë. Dhe ti mendove që Klodi dhe Londrimi non stop do të raportonin ty dhe do merreshin me ty. Kur më keni raportuar ndonjëherë më ama se kjo futet si pyet pa lidhje. Do cigare. Ti ke pritur. Unë po them unë ky kena Londrim çu. Kur kemi ndenjur ne bashkë? Nëse se kemi nejt shumë. Po bravo, bravo. Po si të po them? Ti po thotë që ka prit me nejt më shumë me ta. Fare, jo, fare. O 2 muaj. 2 muaj tani e kuptova, unë që më dolën jashtë plani. Unë qëllimet e saj. Kjo 2 javë, 3 javë, po, jo 2 muaj. Çe. Ua, ç'do ta vëmë mon. Sa për shkak. Ja, po me ti vjen. Hey, it's okay. I love you guys. Po do të mi thonë do sene si lojtarë, vlla. Dhe pra arsye Hygerta ka një muaj që është mërzitur. Nuk më prishpon fare Londrim. It's okay, po s'ka Vetëm gjë që Hygerta ka zgjedhje aktive. Unë vetë kam thonë ty që ti për shkakun do të më pas më shumë situata ndor. Argument fort. Unë vetë kam, edhe ti ta kam thonë. Të flasim pa me si situata ndor. Unë besoj që ti ke kapacitet për me pas më shumë situata ndor. Më shumë debate. Kapacitetin nuk mund ta kem, po unë kam edhe një tip dhe një karakter o vlla. Ki kapacitet, ndaç me shpreh. Ç'është edhe për Arditin Ahmet non stop të arsitu. Ki kapacitet, munesh. Se krahason ti mua me Arditin? Krahason ti mua me Arditin? Te pjesa e kapacitetit edhe artikulimit. Jo kapacitetit, jo. Te debatet e përfshirjat e gjërat. Më krahason ti mua me Arditin? Tash me juve dhe prap ti je. Po s'është që bën. Po ajo çfarë është në fund, ti me Arditin jeni kokë në kokë për këtë lloj pjese.
Unë me Arditin kokë në kokë. Pak, shumë pak dominon Hygirta. Po dominon pra se në S'është më krenaria. ekspresive. Po, të pak të njo, ka qenë Si s'më lë krenaria. situata. Me kanë më por se ka dhe një problem, ka qenë Arditi. Ja ki marrë zemrën Arditi, ja ki pi langin, si i thoni një fjale. Edhe Më falë si hyn Arditi këtu tani, se s'po e kuptoj. Po shembull, flasim, me çka ka Hygirtën bërë që Arditi Kur dhe ka çfarë thonë që kam Alba bërë flet në unë. stop cut. Jo, përse s'na konvenon neve që e kena pas është tani muje gjysë. Po si se di, përdesa thu një mendim mbroje. unë ta them. Çfarë? Në rastet që ja ki qellu, që Sepse, si ka konvenu kur E di kuj, pse që them okon këtë, kundërtej qatë sepse- situatë dhe i ka met Ju Alba, kanë Alba, në se jo nominim i gjithmonë pas. bashkë. Kjo kon një prej panove që gjithmonë ka kike thonë fitu. Alba, Nominim unë me Arditin? Po bashkë një Po se ke parë, o Lime, nuk e ke parë. Fiks gjërat që ja kam thënë unë në Gertës. Nuk e ke parë. Unë s'kam qenë në nominim me Arditin përveç se kur kemi qenë të gjithë bashkë. Ju ka bë debat. Unë një nominim që kam qenë me unë që Albën, kam nominim qenë nuk me isha pas që Labi Labin, me pakun, hiç në nominim. s'kam qenë kur me Arditin nominim. Hiç, se edhe Labin e shot rreziku. Pa marrë parasysh se që shtë thashtë dhe ma jetë, se s'po du mu përsërit ka 100 herë. Po në që të nominim për veti Labis kësha pas qef me kun heq, që me pa ta më në vlla publiku që shoka ishe senet. Mes banorve që janë Ludo Alba e di që nuk ishin dal, edhe s'dalin, këtë sen menoj që është, e menojmë gjithë. Po, mes tyne treve, Labi fatkeqësisht është pak ma i rrezikum, po prap nuk i dihet. Nuk i dihet, se jesë sharu, asaj nuk i dihet asnjëherë. Apo den, po. Asaj nuk i dihet asnjëherë Labi nominimin. Ka dhe surpriza. Labi, se mos me votojnë shiri. Ju këso i rësosh e vinoti nominim, Labi në drejtë gjënë. Prap se prap ka i s'këshu. Gjithsesi unë nuk shqetësojmë fare se si më përcaktojnë secili nga banorët, sepse gjithë banorët nuk janë në çdo cep të shtëpisë, atë e vlerëson publiku. Publiku ka 24 orë 7, mund të bëjë një shumatore të gjitha gjërave që kam thënë unë, bër apo aktivitetit tim, edhe është shqyr zotit, janë ata që vendosin edhe jo ju. Kur shumica e banorëve mendojnë një gjë, probabiliteti që të jetë saktë është shumë i lartë. Po, e vërtet. Kam tipin dhe karakterin tim. Që ki fatë bardhi, oj, dashni. Ama, kur kam patur debate, kam folur edhe nuk s'kam pasur frikë. Edhe ka dhe një gjë tjetër. Tani, unë do rri gjithkohës duke ullëritur. Thënë drejtën, kur fillojnë flasin ta meshkujt, s'kam fuqi me i përballu me korda zanore. Po me mu si S'kam, valla, se kam zërin e ti vetëm fort. ke zgjedhur që ta kundërshtosh Albën dhe asnjëherë mos Po, bësh dhe dakord vazhdoj diçka me kundërshtoj. Albën. A nuk mendon që nxjerr pak keq kjo? Jo, fare. Jo. Pse mendon se s'ka nominuar banorët e tjerë vetëm për mungesë të performancës apo edhe për arsye që vetëm ke zgjedhur të kundërshtosh? Jo, fare. Vetëm ti si arsye. Para syve. Vetëm ti si arsye, mos i arrit vlerat vetes. Jo, fare. Shumë keni nominuar. Se kam kundërshtuar Albën. Okej. Eliona, tim ke nominuar se kam kundërshtuar Albën? Jo për kundërshtim Albës. Ti Limi? Kam vërejt që kur bën debat me të tjerët, i ke argumentet para syve, po ti ke zgjedhur të kundërshtosh që të bësh debatin. Po debati nuk bëhet patjetër vetëm duke kundërshtu. Edhe unë jam e sigurt që banorët e tjerë të shohin gabimin që bën dhe nuk ta thuaj se duan që të bësh akoma më keq në atë që janë. Kjo është vuan nga deliri madhështisë, nuk kam çfarë të them për ty. E disa banorë ka këtu që nuk ja përmendin të keqen njëri tjetri se duan të thellohen akoma më shumë të keqen që janë. Si? Edhe mua njëri thjesht, lutem. Si ishte kjo? E disa banorë ka këtu, jo disa, gjithë, që i shohin gabimet e të tjerët, po si ja përmendin, sepse duan që akoma më shumë të thellohen në gabimin e gabimi im më i madh është që të kam kundërshtuar ty. Ti kundërshton dhe bën të drejtën selektive, pa drejtshmëri. Ti e ke argumentin para syve, po ti thjesht zgjedh ta kundërshtosh që të bësh debat. Unë të kam kundërshtuar gjithmonë ty, sepse kam menduar ndryshe nga ty. Dhe ti e ke pas edhe para syve, po ti asnjëherë s'ka ardhur te Alba të pyesësh se ku është rrënja. I ke pa gjethet dhe ke komentuar gjethet në bazë të situatës logjike, psikologjike, emocionale po të njëjtën gjë. Në një debat që ne kemi me njëri tjetrin, ti prap po futesh si pyk, edhe e çon prap muhabetin te vetja. A ishim bashkëbisedim këtu? Jo, si ishim bashkëbisedim. Ti erdhe, unë po flisja me çunat. Unë flas për Unë po flisja me çunat. Ti ku hyn këtu? Të bëra pyetje, flas për pyetje. Jo, pra nuk është. Edhe kjo është shumë e vërtet. Veç pak, kjo që po thotë Hygirta që ka përzihet është shumë e vërtet, po edhe na jena përzi pa na bënë ashta zotin e bërë se bashkëbisedim nuk e që këtu jena me një shtëpi, edhe përzihet gjithë. Po ti po thuaj që më ka nominuar se të kam kundërshtuar ty. Përzihet gjithë secili. Jo, se më kundërshtu mua. Edhe ti jo, Alba, lutem. Kundërshton pa marr parasysh se shef të Alba, unë ta
kam thënë gjithmonë në sy që ti je zemra me grafik, je gjysore, je mirë, sikur s'ka ndodhur asgjë, pastaj je duke qarë, pastaj je duke bërtitur, nuk është punë aftësie fare. Po s'është punë aftësie fare tani? Jo, po flisni për Ylgertën. Te vetja vet? Jo, te vetja pra, po aftësi, po patjetër. Po, kjo është e vërtetë. Lodi, të flas diçka të vërtetën, Ylgerta e ktheu prapë te Alba, pse se unë i thash Ylgertës, a nuk mendon ti se po e bën gabimin që thjesht ke zgjedhur të kundërshtosh të tjerët pa marrë parasysh se sheh të vërtetën parasyve? Ti the Albën, jo të tjerët. Dhe kjo tha pse ti mendon se të tjerët po rast konkret unë e çova ke Alba. Unë e çova. Këtë gjë e bënte edhe Nailiri. Dhe doli nga shtëpia. Besoj që kundërshton në mënyrë selektive, i zgjedh njerëz. Edhe çka sen, do më duksu me pas moral dy është selektive në drejtshmëri, pra është e padrejtë. Ma thuaj konkretisht. Konkretisht rasti që kur sipas se unë rrezikova kushtrimin, që reagove, a kur Eliona e futi në mendim nuk i ke thonë Elionës kur gjë hiç, që ka fut vetë në mendim. Ora ai është nominim, ajo është detyrë nga vllai i madh. Kur vjen puna se thotë dikush po flet. Ajo është detyrë nga vllai i madh. Ti cik gjithmonë kushtrimin që don atë shumë. Ta kam sqaruar një herë Ola Binot. Ta kam sqaruar një herë. Po si do të qoftë, kam kujtë thonë Elionës pse se zoti dikon tjetër. Ore, unë thash falenderit Elionës dhe më tha, nuk e bëra personale. Vjen selektive. E bëra për 1, 2, 3 arsye. Pra ishte, kështu e ka gjykuar. Tani, nëse ajo ka gjykuar, të me eqi mua dhe të fusi kushtrimin, kush jam mund t'i them pse ke fut kushtrimin? Jo, s'ka sens. S'ka pikën e logjikës. Se s'do bëj Ylgerta. Kurse për veprimin e këtij, po, se ky fle me kushtrimin. Po që ti janë bon kushtrimin që e do shumë e zdo me dollë, edhe në fund, ku vjen puna të gjumi, je pora që e përmendu kushtrimin që me ullë dhe ato. Jo, kjo është e logjika këti. Pra, kushtrimi flet më shumë se unë. Se s'kapet me kushtrimi, po kapet me mua. Garë të kjo pjesë, në një garë, sa s'u se shumë rrugë, shumë e vërtet. Po, atëherë pse s'kapesh me të, po kapesh me mua? Mu më duket si standardi dy fish, se e kthem plakën që shto me dole dhe ti selektiv. Kushtrimit e pranon. Dole dhe ti selektiv. Kushtrimit e pranon edhe se përmen kur Ylgertën atë nuk e pjesë. pranon. Se kushtrimit as nuk e pranoj dhe as kam për ta pranuar, sepse në formën time, aktiviteti im është kështu. Unë nuk bëj do të thash as ty, as Labin, as Klodin, as Dolçen, as Limin, as Edhe pse keni konkurrent kundërshtar, më mirë ta pranoni, Alba, se kur dini jashtë është i sa bllëf Alba, unë dyve ja ku më thonë në sy. Kushtrimi nuk reagon që të mirë që reagon Ylgerta, se nuk ka që apër që është një realitet. Po qysh më nuk është e vërtetën, po ta vë logjikën në punë. Ore, ti e 29 vjeç, vlla, unë jam 48. Si që e kemi njësoj? Pa një qa ka të keqe këtu, ajna himi një loj. Po dhe, duhet bëj ty unë. Po ta shte dhe Eliona i ka 18 vjetë, që po ja falon shumicës, që kam i thonë, i ki 18 vjetë, po edhe Eliona fle. Po masim orë të gjumit, o vla. A i kuptojnë me që argument është po kapeni, me orë të gjumit. Është shumë delikate dhe është shumë e vështirë për gjithë se cilin këtu, për me adhon fix gjë në duhur. Po, sepse deshen prapë merë për moshën. Po, qarja pra? A di qka është problemi që këtu? Shërë, janë anku gjithmonë për pjesën e moshën. Merë se kemi. Po vla, këtu vetë tonë shpia, ka fillu me jacek, jo e moshën, jo këta, jo ato. Jo, është thjesht më e vështirë për ne. Po të dinë se normal. Moshë ma cekën e mua gjithë kohë. O Klod, për ja për shembull flusit aziatin bërë mua betin. A e zgjodhe? Që tha që edhe ti po të do me mua prapë. Dhe me thonë Eliona prapë e zgjodhe mua betin që ti unë personalisht për asaj prej rastit gjyshe, që e kena pas, që prapë u konë të pjesa e lojës, po të sfida dhe me thonë automatikisht që ka ra që s'mujtë të qëndru që lidhët ka logjik, kom kërku falje dhe mos se kom bo asë dhe njëherë. Sa që ke thënë I know my limits. Po ka sa të tjerë. Po gjiglon me mu. Si meret fjallë? Unë kam 8 orë gjumë nevoj. Dhe jashtë, brënda, nuk ka rëndësi. Dhe unë, o Londrim, ti duhet kuptosh një gjë. Unë po të kuptoj shumë mirë. Unë nuk vujt ashtu dhe një javë tjetër me zorë, vla. Dhe unë nominimin e kam dash. Nominimin e kam... Po jo, se jam 16 orë zgjuar. Jam 16 orë zgjuar. është tipi im, vla, është tipi im. Gjithë që të faktorët bojnë pasive në lojë, karakteri, mënyra se që të zgjedh me lujtë Jo, i kam bërë në debatet e mia. Kam folur, kam diskutuar, po jo, pra se s'ke qenë me mua. Nuk e ndenjur me mua. Nuk e ndenjur me mua, pra. Nuk kam vetë me ty, po sytë jam për me pa, vesh që jam për me